Punonjësit e gjykatës themelore në Prishtinë kanë vendosur që prej datës 14 mars të ndërpresin punën nëse deri në atë kohë nuk ndërmerret ndonjë hap konkret nga institucionet relevante për rregullimin e sistemit të ajrosjes brenda hapësirës në Pallatin e Drejtësisë. Kryetari i Sindikatës së Judikaturës Florim Hasani ka deklaruar se përmes një qëndrimi që kanë marrë me stafin e gjykatës, i është dhënë afat institucioneve përgjegjëse që deri më 11 mars të ndërmarrin hapa pozitiv në drejtim të rregullimit të kushteve për punë. Tribuna Channel ka raportuar javë më parë për kushtet e rënda në Pallatin e Drejtësisë dhe thirrjeve të vazhdueshme të kryetarit të gjykatës themelore Hamdi Ibrahimi se punëtorët do të ndërpresin punën shkaku i kushteve të rënda. Javën e kaluar ka pasur paralajmërime se punëtorët do të pezullojnë punën duke punuar me orar të shkurtuar. Megjithatë, kjo gjykat ka vendosur t'i jap kohë deri më datën 14 mars institucioneve për të marrë hapa në përmirësimin e gjendjes. E për shkak të mungesës së oksigjenit dhe të temperaturave të larta, javën e kaluar kishte 3 raste të alivanosjes së personave dhe kishte disa raste kur është imponuar ndërprerja e punës. Sipas zyrtarëve, në këtë institucion hapësirat kanë mungesë të madhe të oksigjenit. Sistemi ngrohjes ka dështuar sepse në një pjesë ka ngrohje të skajshme, në pjesën tjetër bie klima deri në 17 gradë Celsius, pullazi nuk u përballon as të rreshurave më të vogla. Në disa raste uji ka depërtuar në katin e parë dhe atë përdhes ku janë arkivat. Punonjësit e gjykatës themelore në Prishtinë përmes Sindikatës së Judikaturës do t'u drejtohen institucioneve relevante të Republikës së Kosovës, si Ministrisë së Administratës Publike, Ministrisë së Drejtësisë, Këshilli Gjyqësor të Kosovës, kryesuesit, kryeprokurorit të shtetit, kryetarit të Gjykatës Supreme dhe kryetarit të Gjykatës Themelore në Prishtinë për t'i paralajmëruar se puna do të ndërpritet më 14 mars të këtij viti.